emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, mbrëma të ndëruar shikues kudo që po na ndjesni. Sot ishte një ditë të rënkimi pikëllimi jo vetëm për familjen e presidentit Thaçi, por për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen dhe që e ndjejnë peshën e figurës së tij historike. Ai sot mungoi në varrimin e babait të tij, meqense gjykata speciale nuk i dha leje për arsye ende të panjohura për publikun e gjerë dhe mosdhënia e lejes nga ana e gjykatës speciale u shoqërua me të drejtë, me reagime të zëshme, jo vetëm brenda Kosovës, por edhe jashtë saj. Ishte më i ashpër reagimi i kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili nuk kurseu asnjë fjalë për t'i thënë kësaj gjykate se këto janë veprime të turpshme, të sjellje të tilla që në fakt nuk përkojnë me një drejtësi objektive, pa të reagime dhe nga leadershipi PDK-s, nga leadershipi AK-s, por nuk reagoi dhe nuk e tha asnjë fjalë as presidentja e as kryeministri. Ishte një reagim nga ana ministrës së drejtësisë zonës Albonina Haxhiu, e cila me këtë rast tha se kjo është e padrejtë dhe jo njerëzore dhe se për këtë do t'i shkruaj vetë shefes gjykatës speciale zonës Trandafilova. Kam ftuar për diskutuar për të temë dhe jo vetëm zotin Hajdar Beqa, një figurë e rëndësishme në Partinë Demokratike të Kosovës, që nga themelimi i saj vijon të jetë natyrisht ende një bashkëpunëtor i presidentit Thaçi. Beqa, faleminderit për kohën, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Po e nisim njëherë me thelbin e një shqetësimi që lidhet me drejtat dhe liritë themelore para së gjithashtë të njerëzit, të cilat në rastin konkret, sipas njerëzve të sistemit drejtësisë dhe jo vetëm politikanëve, mosardhja e zotit Thaçi në varrimin e babait të tij përbën shkelje elementare. Si keni parë ju, zoti Beqa? Zoti Ridvan, unë edhe njerë shprehi ngushëllime gjithë shqiptarëve për ndrimin e jetës së babait të presidentit Thaçi. Njëjtën kohë shfrytëzoj rastin të shpreh ngushëllime presidentit të Republikës Kosovës, i cili mbahet padrejtësisht në Hagë për humbjen e babait, i cili sot nuk mujti me marr pjesë në përcjelljen e fundit për botën tjetër të babait të vet, zotit Thaçi, dhe gjithë shokëve që janë me zotin Thaçi, sepse i ndjeri ka qenë mik edhe i të gjithëve, sepse në shtëpinë e zotit Thaçi kanë bashkëvepruar dhe kanë bërë plane për luftë dhe për liri dhe pavarësi, edhe shokët e zotit Thaçi që janë sot me to atje, edhe Kadri Veseli, edhe Jakub Krasniqi, edhe Recep Selimi dhe të tjerët. Dhe për këtë arsye shpreh ngushëllime të gjithëve, sa i përket vendimit të gjykatës speciale, është një vendim i padrejt, është një vendim i cili nuk o dashur me ndodh nga një gjykatë e cila është e krijuar nga institucionet e Republikës Kosovës. Ajo gjykatë tani vetëm është për të disa të herë duke i keqpërdorur të drejtat e veta që i ka. Kjo përveç një veprimi i tillë, përveç është shkelje humanitare, drejta humanitare, është edhe shkelje e ligjit, sepse është drejt e presidentit Thaçi në këtë rast të merr pjesë në varrimin e babait të tij dhe normal që gjykatën do të aftojmë para përgjithësisë për një veprim të tillë përmes institucioneve të Republikës Kosovës. Sa i përket mos deklarimit të presidentit, respektivisht presidentës vendit dhe kryeministrit në shkurje Albin Kurtit, kjo nuk ka diçka risi, sepse ata asnjë fjalë nuk ju ka shpëtuar nga goja gjatë gjithë mandatit që tani po e përfundojnë. Dhe mendoj që një veprim i tillë është i dënueshëm nga institucionet, do të jetë i dënueshëm edhe nga institucionet e Republikës Kosovës, po është edhe nga qytetarët e Republikës Kosovës, nga gjithë shqiptarët, sepse me të vërtetë është një befasi e keqe
veprimi i gjykatës speciale në raport me mos lejimin e zotit Thaçit merr pjesë në ceremoninë e lamtumirëse të babait të tij, Haxhiut. Është një situatë e rënë mbase dyfisht, jo vetëm për pikëllimin që ndjen sot familja, por edhe që djali i tyre që rriti Bacaxhe e që është figurë padyshim historike këtij vendi, me të cilin lidhet historia fundamentale e gjitha të arriturave që i ka sot Kosova, të mos jetë të prezent sot në varrimin e tij dhe të mos ketë reagim mbase institucional shtetëror Kosova për këtë rast. Jo për të ndërhyrë në drejtësi, po për të siguruar për një të drejtë elementare që të respektohet që lidhet me drejtat e njeriut, zoti Beqa. Si keni parë reagimin e zonjës Albonena Haxhiu, e cila pas vendimit u deklarua se do t'i shkruaj zonjës Trëndafillova, a do duhej mbase ajo të përfshihet më herët në këtë situatë? Të paktën paralelisht duhet të përfshihet, sepse ministri janë detyrë tani që është duhet të merr veprime konkrete, jo të bëj zotime që do të shkruaj, sepse ceremonia varrimit ka një orë caktuar dhe ajo nuk mund të më ndodhë dy herë. Ka qenë sot në ora 15 dhe ka pas qytetar nga gjitha trojet shqiptare dhe jam optimist që edhe zoti Thaçit edhe shokëve tij që në hak për familjes Thaçi ja kanë letu dhintën pjesëmarrja kaq e madhe e qytetarëve të Republikës Kosovës, qytetarëve të gjitha trojeve shqiptare, po sa i përket mos veprimit e konkret institucione, është përgjegjësia e tyre dhe nuk kem pritë dhe nuk pres ndonjë veprim nga ona e tyre, por kom prit nga gjykata speciale që mos ta bëjnë një padrejtësi të radhës, sepse me të vërtetë është një veprim i ulët nga gjykata speciale dhe ne shohim se gjykata tash është në ditët e fundit të mandatit, ne e pam që dëshmitarët atje kanë përfunduar, gati jemi në fund të procesit dhe mendoj që ne si zyrtar politik nuk duhet bëjmë interferime, po duhet kërkojmë që të zbatohet e drejta dhe ne kem pas drejt që gjatë mandatit që shkon, po dhe legislatura që vjen kem pas drejt që ta mojmë përgjeshme ke gjykatën speciale që mos del jashtë kornizave të ka dalur jashtë kornizave të saj. Beqa me qenë se po flasim jam i bindur që gjykata speciale jo vetëm që ka dal nga kornizat themeluese, nga akti themelus, por ka keshpërdor, njëna nga keshpërdorimet e kompetencave të saj, është edhe veprimi i sodëm, respektivisht veprimi që ndodhi mbrëm, që i refuzuar presidenti Thaçi që të merr pjesë në ceremoninë e prindit. Është një padrejt e madhe që i bëhet një njeriu i cili është boshtetas i Republikës Kosovës, i cili është themeluesi i ushtrisë kombëtare të Kosovës, është themelues i shtetit të Republikës Kosovës dhe mos të lejohet të merr pjesë në ceremoni të prindit të tij, në këtë rast të babait të tij, me të vërtetë kjo përveç se është veprim i ulët, nuk ka asnjë kuptim, edhe është e papranueshme, dhe është e pabesueshme në shekullin 21, në fol në vitin 2025 që në muajin mars të vitit 2025, shekullit 21, nuk i lejohet në presidentit të vendit, i cili ka shpall pavarësinë e Republikës Kosovës, i cili tërë jetën ja ka kushtuar lirisë dhe pavarësisë të merr pjesë në ceremoninë e lamtumirëse të prindit të tij, me të vërtetë kjo është mjerim që ndodh në emër të drejtësisë në një institucion i cili është kriju nga institucionet e Republikës Kosovës. Do ta konsideroni si mjerim edhe heshtjen e zonës Osmanit dhe zotit Kurti. Duhet të jep përgjegjësi gjykata për një veprim të tillë, përgjegjësi juridike. Jo, unë nuk po interferoj, unë jam jurist me profesion dhe di kompetencën e gjykatës, edhe konsideroj që gjykata do të mundohet nga presioni publik që po ndodh. Keni përgjegjësi që të respektohen, të siguroni që respektohen të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Në këtë rast jo që janë respektu, po janë shkel, kemi shkelje fundamentale të drejtave të njeriut kur nuk i lejohet me marr pjesë presidentit vendit në ceremoninë e varrimit të prindit të tij. Një prind i cili ka qenë me të vërtetë jo vetëm zoti Thaçi, por gjithë ata që kanë njohur zot Haxhiun
këtë rast të ndjerin një krenar, sepse ka qenë një prind shembull, ka ditë në kohën flasim në kohën e okupimit, ka qenë barsi i familjes, e ka majt një familje, i ka edukua ata fëmijë, me punu dhe krejt jetën mja përkushtu e lirisë së vendit. Dhe ne kem pa dhe në intervistën e fundit që ishte Haxhiu, ishte një prind për kolegun Kushtrim Sadiku, ishte një prind i cili dha një intervistë modeste, unifikuese, për bashkëpunim të popullit shqiptar dhe një formë me të vërtetë i shembull si duhet të jetë leadershipi sot në Republikën e Kosovës. Ai ishte një prind shembull dhe normal që nga një prind i mirë bëhet një fëmijë i mirë i cili ja kthen vendit me të mira, siç ka ndodhur zoti Thaçi, krejt jetën e tij ja ka kushtu shtetit Kosovës, lirisë Kosovës. Edhe sot padrejtësisht po pagun çmimin e lirisë në Hag. Por jam optimist që Haga tani është në fund procesit, zoti Thaçi bashkë me shok do del faqeball nga aty, do të triumfojnë, do të vinë si fitues në Republikën e Kosovës dhe do ta vazhdojnë agjendet e tyre për forcimin e shtetit. Jam shumë optimist sepse edhe kur u themelu gjykata speciale, qëllimi është një gjykate pa drejtë që ka bërë Republikës së Kosovës, por qëllimi i saj është konë që të pastrohet lufta e ushtrisë trimtare. Unë e di që tani gjykata speciale do të mundohet të bëj veprime pas martum këtë rast, pas të rastit do të mundohet, ndoshta jam optimist që do t'ja lejoj edhe një vizitë zotit Thaçi, po tani o vonë, sepse varrimi ndodh vetëm një herë. Nuk kemi dy herë varrim. Traditën tonë varrimi, ceremonia është më rëndësishme. Jo traditën tonë, po në krejt njerëzimit, në gjitha kohët. Në gjitha kombet. Edhe në gjitha kohët dhe në gjitha kombet, domethënë, jo vetëm këtë kohën ku jetojmë tani, ceremonia e varrimit është dita kryesore e personit që ka ndru jetë. Dy momente nga aty thuhet lamtumira e fundit. Është lindja dhe vdekja janë proceset e njeriut që janë kryesore. Dy herë ka veprime kryesore njeriu. Atër është normal jeta tine, është historia tine, është tregimi tine, që në mendoj që i ndjeri Haxhi Thaçi e ka kry me nder jetën e vet, e ka kry një jetë edhe që ka pas relativisht një jetë të madhe, të bujshme, të rëndë, i cili çdo herë u ballafaqu me padrejtësitë familje tij, nuk është rasti vetëm tani edhe më herët ka pas që nga vitet 90-ta ka pas ata arrestuar ishte në studime edhe përveç zotit Thaçi që ka qenë i dënuar në mungesë, edhe djem tjerë ka pas rast djali tjetër që ka qenë i arrestuar nga regjimi i Miloševićit dhe ajo familje ka qenë çdo herë në shenjestër të okupatorit i cili ka shku nga Kosova. Ka shku me luftë normal dhe me ndihmën edhe aleatëve dhe me luftën e ushtrisë trimtare. Po tani është e papranueshme, edhe pa besueshme që me të vërtetë është që sot mos t'i lejohet lamtumirën e fundit presidentit Thaçi të merr pjesë në të lamtumirën e fundit të babait të vet. Ju tha që keni pritur që të mos reagon të zonja Osmani dhe zoti Kurti, por në kapacitetin e përfaqësimit të shtetit, ata janë presidenti o përfaqësuese të gjithë popullit, edhe atyre që e votojnë dhe atyre që nuk e votojnë, edhe kryeministri Kurti është edhe atyre që e votojnë nëse votojnë, prandaj në këtë kuptim, a do të mund ta imagjinonit një situatë që mund të ndodhë në rajon diku, në Kroaci të një vend Mekioni për shembull. Dëgjoj, në asnjë shtet, i cili shtet ju ka gjendur shumë afër, asnjë shtet i cili e njeh trashëgimin e vet, kontributin e vet të paraprak, edhe rrugën e vet në cilën ka ardhur deri aty, nuk bën një veprim të tillë që mos të deklarohet dhe mos të bëjnë një presion për themelues të shtetit cilët padrejtësisht janë në Hag, jo vetëm tani që ju ka mohuar një ndër drejtat elementare presidentit Thaçi, po gjatë gjithë rrugës tyre, edhe Vjosa Osmani edhe Albin Kurti nuk kanë pas asnjë një qëndrim sa i përket Hagës. Përkundrazi, këta janë të vetmit që nuk kanë pas guximin jo të deklarohen. Pas ta bëjnë një vizitë formale në Hag. Nuk e kanë pas guximin, as zoti Kurti, as zonja Osmani. Andaj, ndoshta këta imagjinata tyre është që
mos me pandodh Haga nuk ishin presidente dhe ky nuk ishte kryeministër. Në formë janë këta dhe që kanë përfitu. Mesazhi ngushëllimi nuk postua në Facebook. Këta kanë përfitu nga procesi i Hagës, kanë përfitu Albini edhe Vjosa me orë pushtet. Se sikur mos të kishte ndodhur Haga, unë jam shumë optimist që u kom problem me qenë kjo konjunkturë politike. A përkon kjo me traditën tonë si të qoftë? Kjo nuk është në harmonizim me asnjë traditë, jo vetëm tonën. Nuk ka ndodhur. Ne kemi pas shembuj edhe më herët. Kem pas shembuj kur ka pas edhe gjykata Hagës kur ka qenë kompetenca të tjera, për shembull, nuk ka qenë kompetenca që ka qenë për të dënuar krimet e Jugosllavisë, kur ishte zoti ka qenë kompetenca të Kombeve të Bashkuara dhe nuk ka qenë në kompetencat të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe në raste të ngjashëm ka pas zoti Haradinaj kur ka ndru jetë Llau Enveri, i cili u leju me marrë pjesë e varrimit edhe zoti edhe Ramushi edhe Dauti. Do më thonë kem pas raste kur ka qenë kompetencë të Kombeve të Bashkuara, e kanë leju. Kurse në kompetencë të Kuvendit të Republikës Kosovës nuk u leju, me të vërtet kjo është një mos përgjësi edhe institucioneve, sepse edhe dështim total, se edhe presidentja vendit, edhe në këtë rast kryeministri i Republikës Kosovës, i cili është ende në detyrë, por edhe ministri i drejtësisë u dash të japin garanci që nuk do të ndodhë një gjë, po duhet lejohet me çdo kusht të bëjnë presion që të lejohet merr pjesë në ceremoninë e varrimit të zoti Thaçit të babait të tij, sepse me të vërtet nuk di ç'është ndin veten ata sot. Nuk e di ç'është ndin veten ata sot kur ish presidenti i Republikës Kosovës nuk ka mujt më marr pjesë në ceremoninë e prindit tij me fajin e tyre, sepse faji nuk ka vetëm me veprim, po është edhe me mos veprim. Këta nuk kanë vepruar asgjë që ai të merr pjesë. Si duhet ta ndin veten sot Sonja Osmani dhe prindit e tij. Zoti Kurti, të cilët beqa në platformat e tyre të rrjeteve sociale nuk bën postime, por telegrame ngushëllimi dhe për të u kritikuan se dërguan vetëm nëpërmjet. Unë mendoj që ata në vetdije duhet edhe ndjejnë veten të turpruar. Edhe ata, po dhe gjykata speciale është turpru, sepse ka në emër drejtësisë e ka bën një veprim jo të drejtë, e ka shkel drejtësinë. Dhe në këtë rast, unë mendoj që ne nuk duhet të rrim dorëkryq si institucione, po duhet të kërkojmë përgjegjësi përmes institucionit më të lartë të Republikës Kosovës, Kuvendit të Republikës Kosovës. Unë konsideroj që tani Kuvendi në rrethana të tilla duhet të ketë edhe komision pas konstituimit të legjislaturës së re, komision për mbikëqyrjen e funksionimit të gjykatës speciale sa është duke vepruar në kompetenca të asaj fillestare, sepse kompetencat i ka marrë nga Kuvendi i Republikës Kosovës dhe ne nuk dojmë të bëjmë interferim si shtet, por duhet të kontrollojmë që mos të devijojë, do të thotë mos del jashtë kompetenca. Në këtë rast kemi përveç që ka dalë nga kompetenca gjykata, ka mohu një të drejtë elementare, humanitare dhe ligjore të presidentit Thaçi për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të prindit të tij. Reagimi më i fortë ishte nga kryeministri Edi Rama, cilin do ta citoj, reagimin që bëri në platformën X, e ku e shpërndau edhe emisari i presidentit amerikan për misionet e veçanta Richard Grenell. Rama thot, një poshtrim i ri nga një tribunal i turpshëm dhe i paturp, që ka shndruar drejtsinë ndërkombëtare në një farsë. Të drejta demokratike në fjalë boshë dhe vullnetin e mirë të Kuvendit të Kosovës në bumerangun më brutal. Ka shkruar Rama në Facebook dhe këtë në platformën X dhe këtë e ka shpërndarë. Ka reaguar edhe kryetari i Partisë Demokratike, jo gjithë në fakt, edhe lider shqiptar kudo që ndodhen në rajon, ministra, figura ndryshme publike, e tjera. Por si duket ky reagimi i zotit Rama? Është reagimi prej mbështetasi? Reagim mbështetas, është reagim i duhur në kohën e duhur dhe është i drejtë, mos reagimi është tani të diskutohet, sikur mos të kishte reaguar. Dhe zoti Rama nuk është hera por direkt që bën një reagim dhe zoti Rama është shpërndar nga zoti Grenell. Zoti Rama dhe ka pas
deklarime edhe në Kuvend të Republikës Kosovës. Ka vizituar dhe në Hag. Ka bërë vizita në Hag dhe ka diskutuar saj përket padrejtësisë që po i bëhet Republikës Kosovës, edhe kur u themelu gjykata në këtë rast, por edhe gjatë mbajtjes atyre padrejtësisë, sepse ju ka mohu edhe drejta elementare që ata të mbrohen në liri. Ata nuk kanë pas asnjë ndikim në këtë rast, sigur do të ishin me mbrojt liri, kanë pas mundësi ligjore kushtetuese që ata të mbrohen liri dhe të kryet gjykimi dhe të zbardhet lufta ushtrisë lëndore. Kurse sa i përket shpërndarjes së zyrtarit në këtë rast shtëpisë bardhe. Është një mesazh politik. Është mesazh politik, po ne kemi pa edhe deklarimin e shtëpisë bardhe sa i përket provat të cilat janë është themelu gjykata speciale dhe historiku i themelimit të gjykatë speciale ne kemi pa nga presidenti Trump, do më thone ka demasku ish prokurorin Smith, i cili i ka mbledhur informata të rrejshme nga qarqet e Serbisë, nga e vërtet edhe ka pas drejt, nga qarqet e Serbisë, të Rusisë dhe gjitha shtetet që nuk ja dojnë të mirën e Republikës Kosovës. Mos reagimi i Edi Ramos u dosh të komentuat. Sa i përket reagimit të Edi Ramos du ta përgëzojmë dhe ka kryer një detyrë të bërë shtetas dhe në mënyrë sistematike unë e shumë a shumë zoti Roma në munges leadershipit në Republikë Kosovës apo të kryeministrit Kosovës. Të tuim masë të këtë inati në këto situata, inati politike. Republikë Shqipërisë. Apo jo beqa. Unë nuk e duhet të kishte inati në të raste. Jo, është një reflektim. Ridvan, është zemra vogël e tyre, apo mungesa tyre në veprimet që ka ndodhur apo në udhëtimin historik të Kosovës, apo zbrasira që ndin leadershipi aktual në qenjen e tyre, atëherë janë veprime të tilla. Ne gjithë kemi reagu, unë mendoj se cili zyrtari i shtetit, apo se cili përfaqësues i këtij vendit që ndin veten shqiptar, apo mik të shqiptarëve, u dosh të reagoj nga padrejtësia që i ka ndodhur sot ish presidentit të Republikës Kosovës, themeluesit të ushtrisë lëndore, themeluesit shtetit të Republikës Kosovës, zoti Rashid Thaçi. Pak ditë para se të ndrënte jetë, Basaxhi u vizitua nga ish presidenti Thaçi. Më në fund, pas disa refuzimeve që pati kërkesa ati që ta viziton të babanës e murë. Dhe ishte një ngjarje që pati për mos ati e honës beqa gjithandej. Por ajo që mbeti po ashtu në memorje si ngjarje emotive ishte kjo. Basaxhi, sipas familjarëve, pasi kishte parë ashtimin, djalin e tij, kishte refuzuar edhe ti merte me medikamentet, duke e përmbushur me një farë mënyrë veten, duke hequr mallin se e pa djalin e tij, gjë që e kishte mbase e kishte pikë në zemër, e kishte një situatë, ishte një moment i dhëmshëm. Që është moment i dhëmshme, është sepse në fillim ne gjithë jemi njerëzi, pika parë. Edhe gjatë kërkesave të zotit Thaçi për të vizituar tani prindin e ndjer, gjykata speciale në këtë rast e Hagës ka vepruar njëjtë, ka bërë padrejtësi, nuk ju ka leju një drejt elementare, drejt humanitare për ta vizitu prindin e vet, i cili ishte duke u ballafaqu me vdekjen në spitalin e Prishtinës, spitalin e Republikës Kosovës. Ata i kanë pas informatat e duhura, mjekët i kanë kompletu diagnozën me cilën është duke u ballafaqu Haxhiu, përveç se ishte në moshë dhe normal që secili ne duhet të ndrojmë jetë në moment kur e shkruaj Zoti, por unë jam besimtar, besoj në Zot dhe jam shumë i bindur që edhe Zoti në këtë rast ja ka mundsu Haxhiut, i cili tërë jetën ja ka përkushtu familjes, atë dhe vendit, ja ka mundsu që t'i zgjatën momentet e fundit të jetës derisa ta vizitoj. Para se shkoj në botën amshur. Ta vizitoj për herë të fundit djalit i tij, i cili edhe gjatë gjithë jetës tij
zoti Thaçi, nga mosha e re, kur ishte Me student, shumë ka qenë larg edhe babait. deri tani, rrethona ti, historia ti, jeta ti, ja ka pa mundësu që t'jenë me babën e ti, me nanën e ti, me familjen e ti, në sa hërdojnë. Do të thotë, edhe në kohën e para luftës, edhe në kohën e luftës, edhe mas luftës, zoti Thaçi nuk ka qenë vetëm i familjes. Zoti Thaçi ka qenë në shërbim jo të familjes, ka qenë në shërbim të shqiptarëve, në shërbim të rojëve shqiptarëve. Për babain ka domethënie shumë të lirisë. Kurse unë mendoj që Haxhiu i ndjer, Zoti ja ka mundsu, për shkak se ka qenë i vujtun, i drejtë, një njeri që ja ka përkushtu krejt jetën në vendit, Zoti ja ka mundsu mu përmbush me përqafimin e djalit e ti me cilin ai e ka një që mungesën e ti. Edhe ne kem pa gjatë edhe intervistës që e citum paraprakisht që me çfarë emocioni folke për Zotin Thaçi dhe shokët e tine, edhe Kadri Veselin, edhe Jakub Krasniqi, edhe Recep Selimi, dhe ai nuk i ndava atje. Ai nuk i ndava atje siç pëndojnë këtu. Siç pëndojnë këtu zyrtarët caktuar, i ndojnë Haga nuk është e një personi apo një partije. Është në këtë rast atje nuk mbrohet e drejta një grupi caktuar, mbrohet e drejta e shqiptarëve, edhe historia e shqiptarëve dhe gjithë ata të cilët lërgëzojnë gur në Hagë, për mendimin tim, me vedia pa vedije, janë argat të Serbisë. Ishte emocionuese për ty ky moment kur ndëgjove. Është emocionuese. Ishte emocionuese kur Bas Haxhi kishte thënë për një moment nuk du asnjë kokër, asnjë barë të pimë, u takova me djalin tim, duke që i ka pushuar dhe shpirti. Unë kom njoftë edhe Ndjerin, kom pas rastin me të najtë me Ndjerin, i një familjen Thaçi, i një edhe privatisht, familjen Thaçi, e kam këtë informat që për thuni ju, por zoti Thaçi, në moment që ka vizitu prindin, Haxhiu ndi përmbushur dhe e ka thonë lam të mirën e fundit. Tani Zoti ja ka zgjatë edhe disa orë, por e ka pas atë momentin kur më ndru jetë, por jam i bindur dhe besoj që në këtë rast edhe pse Haga ja bëri pa drejtsinë e parë që nuk e lejoj me ardhë me kota vizitoj prindin Zoti Thaçi, Haxhiun e ndjer tani, Zoti ja mundsoj Haxhiut që ti përmbushet dëshira fundit, e dëshira fundit e Haxhiut ishte që të çmallet me djalin e tij, me presidentin e Republikës Kosovës, i cili po mbahet padrejtisht në Hagë dhe u çmall, u përmbush dhe shkoi në botën e amshueshme i përmbushur. Por fatkeqësisht gjykata tani nuk ja mundsoi Zoti Thaçi me mu përmbush, sepse e ka obligim Zoti Thaçi me qenë në ceremoninë lamtumirëse të prindit tine, sikur se e ka një obligim Haxhiu të bëj përqafimin e fundit të birit të tij Thaçit, edhe ai e ka një obligim sot merr pjesë në ceremoninë e tij, por këtë obligim, këtë drejt morale, ligjore, këtë drejt humanitare, ja mor gjykata speciale padrejtësisht, e cila me të vërtetë duhet përgjigjet edhe moralisht edhe juridikisht. E fundit fare, sepse keni edhe angazhime të tjera Beqa. Po të ishte Zoti Thaçi në Kosovë në realitetin e sotëm politik, si do të ishte Kosova sipas jush, si bashkëpunëtor politikisht i gjatë e tij? Fatkeqësisht Kosova është ndalur, kemi bërë hapa prapa, kemi regres, nuk kemi avancim as në fusha diplomatike, nuk kemi njohje, jemi në sanksione, nuk kemi zhvillim ekonomik, kemi një ballafaqim social qytetarëve tonë, kemi një çmime të rritura, enorm, çmime të rritura edhe të shpurës familjar dhe në artikuj elementar, siç është buka, mielli, sheqeri, krypa, vaj, të tjerat, në këtë rast po flas për ushqimet të cilat ndoshta fatkeqësisht për qytetarët tonë gati hyn të luksit tani, siç edhe pse janë edhe elementare, shumica e zyrtarëve të shtetit dhe qytetarëve janë kredi, shumica e trive tonë fatkeqësisht janë duke i pa ëndrat me realizu jashtë vendit. Unë jam shumë i bindur dhe shumë optimist që Kosova ishte në pozicion krejt tjetër,
dhe ishin në nivel krejt tjetër sikur do të ishte zoti Thaçi në Kosovë, por mungesa e zotit Thaçi po shihet, po ndihet nga qytetarët e po ndihet nga qytetarët thu? Edhe ma shumë po ndihet mungesa e zotit Thaçi se sa prezenca e Albin Kurti në Kosovë, sepse zoti Kurti nuk ka bë kur gjë. Nuk ka bë kur gjë, përkundrazi e ka kriju një Kosovë margjinore për veti dhe grupin kriminal i cili e udhëheq me to, cilët kanë kesh përdor jashtë mase e pozitën e tyre zyrtare, kanë kesh përdor jashtë mase buxhetin e Republikës Kosovës dhe të cilët tani po japin dhe shembullin më të keq për rinin e Kosovës që nuk po ballafaqohen me drejtësinë kur po thirrën pavarësisht çfarë cilësie edhe në këtë rast nivel të dëshmitarit që është ftuar nga prokuroria e shtetit, mendoj është një shembull i keq, megjithatë nuk do të ndalim këtë pjesë, por jam optimist që në këtë rast sikur e pagun në këtë rast çmimin e lirisë zoti Thaçi me shok në Hag, edhe populli i Kosovës e pagov në formë e pagov një denim me këtë kryeministër, nuk e di kush na ka denu, me këtë kryeministër i cili e ndali Kosovën dhe e krijoi një situatë të pashembullt, pa bashkëpunim, i hupi aleancat, i prishi urat me shtetet mike, dhe unë mendoj që edhe këtij kryeministri, sikur që po i vjen fundi i Hagës, edhe këtine i ka ardhur fundi dhe tani mendoj që Kosova do të hap një kapitull 3 dhe zoti Thaçi kur vjen normal që do të jap kontributin e vet për një Kosovë tjetër, sepse Kosova nuk mundet të sillet në vitin 2025 siç është sill në vitin 2020 apo 2015, sepse kërkesat e qytetarëve janë tjera sot jo vetëm Kosovë, por në krejt botë. Andaj Kosova ka nevojë për një leadership të përgjithshëm, një leadership i cili i shërben qytetarëve. Definioj më mirë, Beqa, një leadership që Kosovën ta qeveris opozita? Në këtë rast Kosova... A mund do ta qeveris opozita si që është janë Unë konsideroj që Kosova nuk e ka komoditetin tani pas zgjedhjeve të 9 shkurtit të folë për zgjedhje të reja. Ne duhet flasim për mos vonohemi, ne patëm unë mendoj që KQZ-ja në këtë rast ka dështuar, nuk i kemi pas zgjedhjet e për herë të parë, konsideroj që pas formimit shtetit, shpalljes pavarësisë, kemi zgjedhje jo kredibile, edhe jo shumë besueshme, në këtë rast sepse është vonu procesi, dhe procesi i vonuar e ka bërë një diskriminim të rezultatit, dhe unë mendoj që në këtë rast duhet formohen institucionet, pavarësisht kush i formon institucionet, duhet shteti të ka institucionet e veta, sepse nuk ka bota ko me të prit ty. Ne pishojmë zhvillimet që po ndodhin në botë, ka bërë një farë ridizajnimi duke u ndodh i fuqive në botë, ne pishojmë një ripozicionim të faktorëve të maj në botë, dhe i kem pa qëndrimin edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, i kem pa dhe komunikimet që i pat presidenti Trump me presidentin e Ukrainës, me Zelenski, i patëm edhe qëndrimet i pam edhe të shteteve tjera evropiane dhe shteteve tjera. Në këtë rast unë konsideroj që Kosova duhet jetë e përgjithshme karshi krijimit institucioneve dhe unë mendoj që me një kryeministër siç është Kurti, a me një kryeministër të opozitës? Unë mendoj që zoti Kurti ka humbur zgjedhjet, nuk është fituesi këtyre zgjedhjeve dhe duhet jetë një kryeministër i përgjithshëm. Në këtë rast do të jetë Bedri Homza, konsideroj do të jetë kryeministër. Megjithatë ai që ti bën 61 numra në kuvend duhet me pas kryeministrin dhe mendoj që duhet me qenë secili lider, pavarësisht në cilin pozicion e ka qit elektorati në 9 shkurt, duhet me qenë i përgjithshëm në formimin e institucioneve dhe i përgjithshëm në agjendën e më tutje të shtet formimit dhe shtet zhvillimit, sepse kemi obligime, votën e kena marrë për me qeveris, e jo me shku në zgjedhje të reja. Unë po shoh që është një pat pozicion, nuk i ka as opozita, as pozita numrat, dhe në këtë rast duhet me pas zgjedhje. Edhe unë mendoj zgjedhje, duhet me pas zgjedhje, jo zgjedhje, po duhet me pas zgjedhje. Unë mendoj që Partia Demokratike do të pas leadershipit, deklarimit që ka pas dhe Bedria dhe Memli, në këtë rast dhe zoti Krasniqi dhe zoti Homza, mendoj që Partia Demokratike do të jetë ajo e cila duhet ta merr primatin për me çu procesin përpara, dhe tani kur vijnë momentet që të bisedohet
përfundimin e negociatave dhe përfundimin e procesit në mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë do të kemi zot shtëpie. Ne fatkeqësisht tani nuk kemi zot shtëpie. Nuk kemi. E fundit nuk e folur fare për rezultatin e zgjedhjeve, jo duket që për të parë do t'jeni jashtë kësaj legislature, ta them kështu. S'ndodhi. Mbeti teatri? Jo, përkundrazi, unë jam shumë falënderues, unë kam marrë një besim të mjaftueshëm qytetarëve të Republikës Kosovës, i kam mbi 16.000 vota që i kam marrë dikun në bazë rezultateve preliminare në këtë rast të KCZ-s, i kam 16.217 vota për të cilët ju falënderona. Unë mendoj që nuk i njëjtë vetit gati apo Jo, unë mendoj që sistemi me vetë ndrimi i ligjit, këtë rast një qytetar mi votu 10 vetë, dhe projekti im ishte i gabuar, unë do të reflektoj tani për arsye që unë nuk kom mendu që duhen atë shumë vota më bu deputet. Shtabi im, me pa thonë që të vyjë 23.000 vota, unë i kisha bu 23.000 vota. Nuk i kisha pas për 22.000. Unë asnjëherë nuk kom garu me dali pari, po kom garu me qenë përfaqësues i qytetarëve të Kosovës, Kuvendit në Republikës Kosovës. Unë megjithatë, pavarësisht cilin pozicion do të jam, do të jap kontributin tim edhe ma shumë për qytetarët e vendit. Po të njëjtën kohë, me të vërtetë e them shumë shpirtnisht, jam shumë i njës për ata qytetarët që më kanë përkrahur. Unë asnjëherë nuk i kam pas 16.217 votat. Hera parë që asnjëherë si kam pas. Po sistemi zgjedhor e krijoi këtë situatë. Thusi do të mund të arrije 20.000, 22.000, 23.000. Unë absolut, nesër më shkon zgjedhje i arri me miq që i kam, me shok që i kam, me mbështetjen që i kam, por unë më shumë kam punuar këtë rast, nuk kam punuar me grupe, nuk kam bu aleanca me deputet apo kandidat tjerë, unë kam qenë njëri prej 110 kandidatëve Partisë Demokratike dhe gjithë ata që kanë fitu ja uroj, por ata që se kanë fitu i përgëzoj në këtë rast për një punë dhe një fushat që kanë bu të ndershme dhe dinjituese. Falenderoj shumë për kohën. Ishte kënaqësi. Zoti Veça dhe njerë për fund fare i shprehim ngushëllime familjes Thaçi për daljen nga jeta të Bazës Haxhi. Ju përmbush madhi shkoj në botën amshushme pasi e pa djalin e tij. Padrejtisht sot ai nuk u lejua të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit. Zoti Thaçi një figurë pas një lloj diskutimi historike, edhe që historia e këtij vendi nuk mund të bashkë ekzistoj pa emrin e Zotit Thaçi. Faleminderit që na ndoqët natën e mirë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.